Kryeministri Edi Rama ka reaguar ndaj kritikave për koncertin e Kanye West të zhvilluar mbrëmjen e së shtunës në Tiranë. Në një videomesazh të publikuar në rrjetet sociale, Rama cilësoi koncertin një ngjarje me jo ndërkombëtare, duke theksuar se ai promovoi Shqipërinë në mbar botën. Sipas kreut të qeverisë, zhvillimi i vendit nuk patet vetëm me shpenzimet, por edhe me vlerën që krijojnë investime të tilla për ekonominë e turizmin. Përshëndetje të gjithëve. Mbrëm Shqipëria nuk organizoi thjesht një koncert. Shqipëria organizoi një ngjarje që fal kanaleve sociale dhe famës globale të protagonistit u bë në çdo cep të botës një lajm. Pyetja më e rëndësishme nuk është thjesht sa kushton, por edhe sa vlerë krijon. Një shpenzim mbaron në çastin që ai bëhet, ndërsa një investim vazhdon të prodhojë vlerë edhe pasi është bërë. Reagimi i kryeministrit vjen pas debatit të hapur në opinionin publik, ku një pjesë e kritikave e konsideruan organizimin e koncertit të pajustifikuar për shkak të kostove e problemeve ekonomike. Rama nga ana tjetër, këmbgul se aktivitetet të këtij niveli sillin përfitime për bizneset, rrisin të ardhurat nga turizmi e forcojnë imazhin e Shqipërisë si një vend i sigurt e mikpritës.